Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një takim me qytetarët e Durrësit ka dënuar incidentin e ndodhur një ditë më parë ndaj kandidates së opozitës për bashkinë Grida Duma. Teksa bëri përgjegjës për ngjarjen kryetarin aktual Vangjush Dako, Basha bëri thirrje të tërheqin bandat kriminale nga fushata e Partisë Demokratike, ndërsa i kërkoi prokurorisë të vendosë përpara drejtësisë autorët e incidentit të rënd. Frika që i ka kapur sa do të vijë do të shtohet. Po unë ju bëj thirrje, hiqini duart e dhunës nga fushata jon, mos guxoni prekni rinin demokrate se do t'ju dal flaka në çati. I bëj thirrje prokurorisë ta vër banditin dhe banditët që agresuan dje të rinë demokrat pa vonesë, prapa hekurave dhe para drejtësisë. Në krah të kandidates, Basha theksoi se papunësia ka bërë që 1 në 3 familje në Durrës të jetë e varfër. Sepse këtu në Durrës, Aleanca Rama Dako është bërë mishërimi simboli i kësaj të keqes që vjedh shtetin dhe blen pushtetin, të keqes që i shkel qytetarët me këmbë si tishin miza 4 vite me radhë dhe pastaj një ditë në 4 vite mendon se mund t'ju blej dinjitetin me thesin me miell apo me 20.000 lekë e pisët që kanë nxjerr nga xhepat tuaja duke ju vjedhur dhe kacidhën e fundit me taksat larta dhe me korrupsion. Kryetari i Partisë Demokratike shprehu besimin te kandidatja Duma duke thënë se ndryshimi i Shqipërisë do të nisë nga Durrësi.